Nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë. Jemi në prag të zgjedhjeve të së dielës, 28 dhjetorit, të cilat me shpresën që do ta tejkalojnë krizën politike në Prishtinë. Por syt në këto zgjedhje edhe një pjesë e debatit është përqendruar edhe tek Mërgata, si do të votojë ajo, diaspora, a do ta mbështesë Albin Kurtin apo partitë e tjera. Kurti bashkë me Osmanin duket se i kalkuluan mirë gjërat që ta çonin pra procesin zgjedhor në ditët e fundit të dhjetorit, duke përfituar edhe nga fakti që një pjesë e mërgëntarëve do të jenë në AD për festat. Por ne do të flasim edhe me ata që nuk janë në Kosovë, por kanë vendosur pra që të votojnë nga andej. Njëri prej tyre është zoti Fehim Zmajli në New York, i cili jeton për 30 vitesh atje, mërgimtar, ka qenë dhe pjesë e luftës pra UÇK-s. Ai do të na flasë më shumë edhe për procesin zgjedhor, por edhe si shikon ai Kosovën tashmë. Zoti Ismaili, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje për ju, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Të pari, diaspora do t'i besoj Albin Kurtit apo cili është perceptimi juaj atje nga komunikimi me shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm? Diaspora, siç e dini, ka dhënë kontribut të madh në gjitha format, edhe tash do ta jap kontributin. Diaspora është, si them, nuk është e përcaktuar për një parti politike. Diaspora e Kosovës, po fakti që Kurti e çoi për festat, pra e çoi zgjedhjet këtu, do të thotë që ai ka diçka pritshmëri. Ka indicie. Po ka pritshmëri është e vërtetë, por pritshmëria e tij nuk do të dalin sysh, nuk i dulen për këto 4 vite. Ai është thjesht ka manipulon. Është për keqare, me thënë vërtetën, si po manipulon me mërgjimtarët. Mërgjimtarët e kanë vetë fakti që janë larg vendimjes, është jeta më e vështirë, me thonë, në kuptimin e fjalës. Por interesimi për votim është tash më shumë se çdo herë. Për një arsye të vetme se tash nuk është, më të them lirë, se nuk janë vetëm zgjedhje, po janë edhe referendum. Referendum, po tani ka diçka që duke pas parasysh partitë e tjera janë rikthyer tek e vjetra, si LDK-ja tek rrugovizmi, PDK-ja tek pjesa e luftës pra komandantët, AK-ja dhe Ramushi ka rikthyer shumë figura të luftës, Hagim Çeku dhe të tjerë, ndërkohë që tek Kurti duket se po jep më shumë hapësirë të rive. Po dëgjoj, është e vërtetë se Ramushi i ka kthyer figurat më eminente të shqiptarëve të Kosovës dhe disa të tjera që kanë pas jetë politike dhe experience, siç thotë, është mirë për ata çka ka bën. Kurse Kurti ka jep hapësirë në gjeneratë të tre, se s'ka kurrë kesh aty, mirë po është ka i manipulon, nuk është ka e thëtë të vërtetën. E vërteta është shumë e thjeshtë, më thonë vërtetën. Kosovës i duhet një lider i cili ka mbështetjen e ndërkombëtarëve, e sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pa përkrahje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk i duhet as një lider Kosovës. Kush do të jetë ai? A do të jetë Kurti, a do të jetë Haradinaj, apo Hamza, apo kush do të jetë? Duhet ta ketë përkrahjen e Amerikës. Si shihet për mëna këtu 5 vite Kurti nuk e ka pas përkrahjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës, as nuk e marr fare me to. Ajo do të thotë si votuesit e kanë tash lehtë për me votu për angërinë e tyre. Edhe votuesit duhet ta vesin letën shumë thjesht. Për këto 5 vite, a kanë jetuar më mirë apo më keq? Nëse kanë votuar më mirë dhe janë të kënaqur me jetën e tyre, le të votojnë për këndoj. Unë kisha sugjeruar të gjithë votuesit e diasporës, po edhe të Kosovës, le të votojnë njerëz të cilët kanë përkrahjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pa Amerikën ne nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Edhe nuk mundem me vazhduar as të një hap më tutje. Po kush është ai lider që në gjykimin tuaj ka përkrahjen e Amerikës? Hamza, Abdi Xhiku apo Në kam vërtetën të gjithë e kanë, ma tepër se sa Albini, po shihet Bedri Hamza ishte para do ditëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe e pritën mënyrën domthonë niveli më i lartë të Shtetit Bashkuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës e pritën shtetin në shpinë e bardhë. Ashtu e kanë bërë edhe Haradinaj. Për Abandikën nuk jam i sigurt, por LDK-ja ka një
traditë bashkëpunuese me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo është e vërtetë. Edhe ata e respektojnë. Kurse Kurti ka një eksperiencë ka qenë kundër Shtetit të Bashkuara të Amerikës që nga fillimi, që nga 99-a, që nga bisedimet që janë bën vjen, që nga shpallja e pavarësisë. Kurti është i vetmi lider që ka pas thirrje për më marr pjesë kur është shpallë pavarësia e Kosovës e ka refuzuar. A di çka do të thotë ajo? Domthonë votuesi duhet ta prek kokën e të mendon. Një njeri i cili ka refuzuar pjesëmarrjen në solime kur është shpallë shteti i pavarur i Kosovës, çka bëjnë të pitina? Po atëherë pse Kurti i besuan 51% e qytetarëve para 4 viteve? I besuan shumë thjesht. Ka njëherë njerëz në fjalë amerikane thotë nuk e din çka kije derisa të hupësh. Ata thjesht e përdorin një strategji shumë manipuluese dhe ja mushin merren aty nëse kjo është më e mirë. E provun Kurtin. E provun për 5 vite. Edhe asnjë rezultat. E përdor Mitrovicën. Mitrovica ka qenë zhvilluar prej 12 qershorit 99. Nuk ka asnjë lëvizje më shumë as më pak. Ka pak përmirësime, por në fotografinë e madhe Kosova ka qenë e liruar në 12 qershor 99. Pikë. Nëse është ajo që ju do thoni, nuk do ishte as deklarata e Thaçit që për urën, nëse ju e mbani mend atëherë në Mitrovic vendosjen e forcave franceze, situatën që erdhi deri më vonë me strukturat paralele, pra ju i bie që po i mohoni gjitha këto. Jo, nuk i mohoj. Kuptohet? Unë thash, Mitrovica ka qenë e çliruar. Që do të thotë ka pas grupe paralele që kanë përdorur urën si mjet të vetmin. Po vonë herë nuk kanë rrugë dalje tjetër serbë të cilët dojnë me jetu në Kosovë. Nuk kanë rrugë dalje tjetër përveç inkuadrimit në institucionet të Kosovës. Ata mundohen, ata kanë vetëm armë që i përdorin atë urë të hibrid. S'kan që të gjë tjetër, absolut kurrë s'kan. Ata përdorin deri në maksimum dhe ISI i vjen fundi. Ata kanë dy rrugë. Ose të inkuadrohen në institucionet të Kosovës dhe të jenë qytetarë të barabartë me qytetarë të tjerë në Kosovë, ose të kthehen në Serbi. Është choice, si që bjen kjo. Ata mundën me zgjedhjet e tyre. Në rast një mandat dytë Kurtit, si shikoni në fund të tunelit? Ka dritë në raport me Shtetet e Bashkuara? Çfarë parashikoni? Ndëgjo, amerikanët merr kohë me fitu besimin. Kur të fitojnë besimin, e marrin. Në të vërtetën kanë shumë një ngjashmëri me shqiptarët. Edhe ne kur të japim fjalën e mbajmë. Kurti s'ka pas marrëdhënie të mira kurrë me ta, as nuk shihet si do të ketë. Ti merr mend ka funduar Secretary of State. E ka thënë naive. Po, ajo ishte e kaluara një epokë që u mbyll me Bidenin. Nuk është mbyll. Politikën e jashtme e Amerikës nuk e ndryshon kurrë. Pa marrë parasysh janë republikan apo demokrat. Politikën e jashtme këta e mbajnë një vit. Nuk e ndryshon. Po ky ligj i ri që u miratua tani për demokracinë dhe stabilitetin për Ballkanin Perëndimor, për Kosovën. Ju si e keni parë? Më falë se kuptova pyetjen. Ligji që u miratuar tani në Kongresin Amerikan, pra në fillim të dhjetorit, për demokracinë dhe stabilitetin për Ballkanin Perëndimor, ku theksonte që nuk ka lëvizje ndryshim kufish as në Kosovë. Nuk do të lejohen. Po nuk do të lejohen, normal se nuk do të lejohen, as nuk lejohen me pas ndryshim kufish. S'kan dy as një herë. Se nëse ndryshojnë kufit, atëherë aty fillojnë ndryshimi i kufit nuk ka të ndalën, pra ata edhe kanë cek, si nuk do të ketë ndryshim. Lufta më e madhe është e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbia me njoftë Kosovën. Edhe Kosova Serbinë. Aty përfundon edhe marrëndat. Jetojmë në fshin që jetojnë gjithë bota demokratike në shekulin 21 edhe të vazhdojnë gjithkusht jetën e vet. Përndryshe ne do të mbesim si një Palestinë e midis Evropës. Unë qëndrimin tuaj e kuptova, po t'ju pyes tani formalisht, e keni shkundur, e keni hedhur votën apo si është procesi? Procesi është në fakt ma kanë analu votimin, është absurde çka ka ndodhur me mua.
Unë kam bërë kërkesën me votu këtu në konsulatën e shtetit, domthonë konsulatën e New Yorkit. Unë në konsulatën e New Yorkit e kam 10 minuta kam me ecë. Kurse ku ma kanë kthye aprovimin e flet votimit, ma kanë qit 18 orë me makinë. Besoj do shkoni apo jo? Puno? Do shkoni të votoni apo jo? Apo ka një procedurë tjetër me poshtë? Jo, thëmë vërtetën 18 orë me makinë ose 5 orë me avion nuk do të shkoj, po është turpi i turpit, e turpi le t'i mbulon ata si e kanë bërë me vedije. Nikot e emja nuk e bën dallimin, unë apeloj të gjithë votuesit le të shprekin kokën edhe le të votojnë për të mirën e tyre personale, edhe familjare, edhe shtetërore, jo për egoizëm, e jo për fans. Për populizëm, se populizmi i ka kushtuar popullit shqiptar më shumë se çdo popull tjetër. Ne nuk kemi nevojë për populizëm, ne kemi nevojë për njerëz që punojnë sinqerisht për popullin dhe për familjet shqiptare. Mjaft me populizëm me ato fantazia kote. Edhe diçka të fundit kam, me atë që unë po kuptoj është që ju po prisni rikthimin e komandantëve nga Haga. Patjetër. Ata do të kthehen patjetër, sikur si janë kthy edhe komandantë tjerë para tyre, si Haradinaj, Ibrahimaj, Limaj, gjithë ata tjerë. Pa e kanë fjalën në politikë. Edhe këta do të kthehen. E kanë fjalën në politikë. Në politikë, mvaret, dëshira ime është po, kanë qenë shumë politikanë të suksesshëm, po atëherë mvaret krejt për ata. Nga ata. Zoti Ismaili, unë falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që ne kemi mundësi sërish herë tjetër të flasim për sukseset e shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara dhe për lajme të mira. Faleminderit për juve.